që importojmë, vetëm vitin e kaluar kemi pasur më shumë se 1 miliard euro produkte ushqimore të importuara dhe vetëm 500 milion të eksportuara, pa dyshim që ardhja e produktit nga importi duhet vinte më e lirë për një faktor kryesor që është kursi i këmbimit. Si euro ashtu edhe dollarit, të dy valuta që dominojnë në tregun shqiptar, janë në rënje të ndjeshme. Ne kemi marrë një trajektori që fillon nga viti 2022 deri në shkurt të këtij viti për të treguar momentin kur nisi të kurja e valutave të huaja, pra që ishte 2022 që kishte efektet e para, në atë kohë euro ishte 120 lek dhe dollari në 107 lek, dhe sot flasim për shifra komplet të ndryshme me një zhvlerësim gati 25%, pasi euron e kemi në 96 lek dhe dollari në 81 lek. Pra, zoti Çoçoli, ne kemi një zhvlerësim të tillë dhe nuk dihet nëse do të ndalojë, ndërkohë që çmimet në treg nuk e reflektojnë, le të themi, këtë zhvlerësimin që ka ndodhur. Është abuzimi i përbindshëm, do të quaj. Pse? Të marrim një arsyetim të thjeshtë. Ti e përmende, kemi shumë ushqime që na vijnë nga importi, dhe kjo është e vërtetë. 1.6 miliard euro vetëm në vitin 1.6 miliard euro. 2025. Në një shifër të ngjashme na vjen nafta nga importi. Nafta, duke qenë se dollari është kaq i lirë në tregun tonë, dhe nafta tek ne nuk shitet me dollar, as me euro. Nafta tek ne shitet me lek. Dhe në qoftë se i themi e njëjta çmimi naftës para 4 vjetësh, sot për shkak të dollarit duhet ishte të paktën 20% në lirë, sepse dollarin e kemi 20% të zbritur. Me të gjitha llojet e tabelave neve e vërtetojmë këtë si ekonomist. Dhe nuk e kemi 20% të lirë, çfarë tregon? Kompanitë që sjellin naftën abuzojnë dhe askush nga institucionet tona kontrolluese të shtetit nuk i thot, mor zotri, po e merr naftën me kaq dollar, duke e kthyer me atë pjesën e raportit të këmbimit në leku nga dollari, ti e ke naftën 5% më të lirë brenda një viti, apo 3% më të lirë, apo 2% më të lirë. Pse nuk e reflekton këtë në çmimin përfundor, mos vallë të janë rritur me kaq përqind shpenzimet ty, jo. Ose ma provo që të janë rritur realisht. Kjo është ajo që duhet bëjnë organet kontrolluese të shtetit. Prandaj unë e quaj abuzim të përbindshëm. Jo vetëm me naftën, edhe për 1.6 miliard euro që theme shumë të drejtë që janë ushqimet nga importi. Po ushqimet na vinë me euro neve. Euro e dim se ku është sot. Ka rënë me disa përqindje. Pse s'ka rënë me kaq përqindje ushqimet e importit? Përkundrazi? Pra, këtu është abuzimi që fshihet, ky është lepuri i madh. Nuk e di në çfarë fere fshihet ky, takon organeve që i paguajmë ne, atyre 15 inspektorateve, një pjesë prej tyre janë fajtore sepse e kanë lejuar këtë abuzim të përbindshëm, super abuzim, mega abuzim.